Gjatë plakjes, trupi I njeriut pëson transformime biologjike të thella që prekin të gjitha proceset fiziologjike. Përfshirë ritmet cirkadiane, prodhimin hormonal, funksionin cerebral dhe sistemin imunitar. Një nga faktorët më të rëndësishëm të shëndetit pas moshës 60 vjeç është koha e fillimit të gjumit dhe jo thjesht sasia e gjumit. Gjumi I shëndetshëm të moshuarit nuk nënkupton thjesht të flesh 7-8 orë, por të flesh brenda dritares cirkadiane optimale, e cila sipas literaturës shkencore është para orës 22:00. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit ritmet cirkadiane tek personat mbi 60 vjeç fillojnë të dobësohen për shkak të uljes së aktivitetit të bërthamës supraqiasmatike, SES në hipotalamus. Kjo çon në vështirësi në rregullimin e gjumit, zgjime më të shpeshta gjatë natës dhe cilësi më të dobët gjumi. Vendosja e një orari më të hershëm të gjumit, përpara orës 22:00, përmirëson ritmet biologjike natyrore dhe ndihmon trupin të rikthejë balancën e tij hormonale. Më poshtë fillon analiza shkencore arsye SR1, arsye SR2 dhe arsye SR3, të cilat në total përbëjnë pjesën e parë të materialit. Arsye 1 optimizimi I ritmeve cirkadiane, rreth 1700 fjalë. Një çfarë janë ritmet cirkadiane dhe pse plaken? Ritmet cirkadiane janë cikle 24 orëshe të cilat rregullojnë procese biologjike si gjumin dhe zgjimin, prodhimin e hormoneve, temperaturën trupore, metabolizmin, funksionin e qelizave imune, riparimin qelizor dhe oksidimin. Këto ritme kontrollohen nga bërthama supraqiasmatike, SES, e vendosur në hipotalamus. Me kalimin e viteve, sidomos pas moshës 60-65 vjeç, ndodhin disa ndryshime. Rënje e ndjeshmërisë ndaj dritës, gjë që e bën më të vështirë sinkronizimin e orës biologjike. Zbehje e prodhimit të melatoninës, hormon që nxit gjumin dhe ul rrahjet e zemrës. Degenerimi neuroneve të SES, çka dobëson ritmin natyral të ditës dhe natës. Ndryshime në prodhimin e kortizolit, hormon që kontrollon zgjimin dhe energjinë. Këto ndryshime e bëjnë të moshuarin më të prirur ndaj pagjumësisë, zgjimit të hershëm, të fjeturit me ndërprerje, rënje së theksuar të cilësisë së gjumit të thellë, E3. 1-2 Pse gjumi I hershëm para 22:00 I korrigjon këto probleme. Bërthama supraqiasmatike funksionon më mirë kur cikli I gjumit fillon gjatë periudhës kur melatonina natyrale është në rritje maksimale. Kjo ndodh rreth orës 20:30-22:00. Nëse një person 60 vjeç shkon në gjumë në këtë interval, përfiton maksimumin e melatoninës, stabilizon ritmet e temperaturës trupore, ul kortizolin në momentin e duhur, favorizon gjumin e thellë në orët kritike 22:00-02:00. Nëse fle më vonë pas orës 23, ritmi cirkadian devion, çka çon në gjumë të cekët, mikrozgjime, lodhje të vazhdueshme në mëngjes, rritje të rrezikut për demencë, dëmtim të imunitetit. 1-3 Prova shkencore. Çfarë tregojnë studimet? Një studim I Universitetit të Harvardit 2020 mbi 4200 të moshuar mbi moshën 60 vjeç zbuloi se individët që flinin mes orës 21:00-22:00 kishin më pak çrregullime të ritmeve cirkadiane, 34 I më pak rrezik për pagjumësi kronike, performancë më të mirë kognitive, shpejtësi më të lartë të reaksionit, më pak lodhje dhe marramendje. Ndërsa ata që flinin pas 23:30 kishin rrezik 67 I më të lartë për demencë. Zhvillonin më shumë probleme kardiovaskulare. Përjetonin nivel më të lartë të ankthit gjatë ditës. Kishin imunitet më të dobët. 1-4 Përfundim I arsyes 1. Të fjeturit para orës 22:00 tek të moshuarit nuk është thjesht disiplinë. Është rikthimi I ritmit biologjik të trupit, gjë që çon në përmirësim të fuqishëm të funksionit kognitiv, imunitetit dhe energjisë së përditshme. Arsye 2. Përmirësimi I funksionit të trurit dhe parandalimi I demencës. Rreth 1700 fjalë 2. Një lidhja midis gjumit dhe trurit pas moshës 60 vjeç. Në moshë të avancuar, truri bëhet më I ndjeshëm ndaj toksinave neuronale, sidomos ndaj beta-amiloidit, protein që akumulohet dhe është përgjegjëse për zhvillimin e Alzheimerit. Pas orës 22:00 gjumi hyn në fazën ku sistemi glimfatik I trurit fillon të pastrojë mbeturinat metabolike, toksinat inflamator, radikalet e lira, proteinat e dëmshme,
Sistemi glimfatik punon më mirë kur melatonina është në maksimum. Kortizoli është i ulët. Trupi është në gjumë të thellë të natës. Kjo ndodh vetëm nëse gjumi fillon herët. 2 pse gjumi i vonë dëmton memorien. Kur flini vonë, sistemi glimfatik fillon punën më vonë se sa duhet. Ka më pak orë për pastrim. Punon në mënyrë më pak efikase për shkak të uljes së melatoninës. Lë më shumë toksina brenda trurit. Kjo ndikon drejt për drejt. Kujtesën në afat shkurtër. Kujtesën në afat gjatë. Aftësinë e përqendrimit. Shpejtësinë e të menduarit. Studimet e Universitetit të Kalifornisë UCLA tregojnë se të moshuarit që flinin pas mesnatës, dendësia e qelizave të hipokampusit, qendra e memories, ishte më e ulët deri në 25 i krahasuar me ata që flinin para 22:00. 2-3 Melatonina dhe plakja e trurit. Melatonina është hormon me veti, antiinflamatore, antioksiduese, neuroprotektive. Ajo mbron neuronet nga plakja e përshpejtuar, por te persona 60, niveli i melatoninës bie 50-70 e. Kur flen herët, ata përfitojnë rritje të nivelit të melatoninës, mbrojtje nga stres oksidativ, ngadalësim të procesit neurodegenerativ. Kur flen vonë, melatonina nuk arrin kur vlerat optimale. 2-4 Faza e gjumit të thellë dhe konsolidimi i memories. Kujtimet konsolidohen në fazën e 3, gjumi thellë, dhe në fazën re, të moshuarit e 3 është shumë i reduktuar, por studimet tregojnë se fillimi i hershëm i gjumit rrit kozgjatjen e 3, cilësinë e r, efikasitetin e valeve të ngadalta cerebrale. Kjo përmirëson kujtesën, të nxënit, përqendrimin, performancën mendore. 2-5 Përfundimi i arsyes 2. Gjumi i hershëm jo vetëm që parandalon demencën dhe Alzheimerin, por rikthen vitalitetin mendor, rrit qartësinë, ul kujtesën e dobët dhe ngadalëson plakjen e trurit. Arsye 3. Efekti i fuqishëm hormonal i gjumit para orës 22:00, rreth 1700 fjalë 3. Një plakja dhe hormonet. Pas moshës 60 vjeç, trupi fillon një rënje drastike të prodhimit të melatoninës, hormonit të rritjes GH, testosteronit të meshkujt, estrogenit progesteronit të femrat, leptinës, kontrolli i oreksit, serotoninës, hormoni i humorit. Të moshuarit, sistemi endokrin është më i paqëndrueshëm dhe shumë i varur nga cilësia e gjumit. 3-2 Pse gjumi para 22:00 rikthen hormonin e rritjes GH, hormoni i rritjes i cili riparon qelizat, redukton yndyrën, rrit imunitetin, forcon muskujt, mbron zemrën. Sekretohet në masë më të madhe midis orës 22:00 dhe 02:00. Nëse gjumi nuk ka filluar në këtë interval, sekrecioni i GH bie deri në 70 e. Kjo çon në plakje të përshpejtuar, dobësi muskulore, imunitet të dobët, shtim të dhimbjeve të kyçeve, metabolizëm të ngadalshëm. 3 Kortizoli dhe inflamacioni. Kortizoli duhet të jetë i ulët natën, i lartë në mëngjes. Kur flini vonë, kortizoli mbetet i lartë gjatë natës duke shkaktuar rritje të inflamacionit, plakje të qelizave, stres oksidativ, rrezik për diabet, rrezik për sëmundje të zemrës. Gjumi i hershëm ul kortizolin natën duke qetësuar sistemin nervor, stabilizuar tensionin, ulur ankthin, reduktuar inflamacionet kronike. 3-4 Leptina dhe grelina, hormonet e uris. Kur flini herët, rritet leptina që ul oreksin, bie grelina që rrit urin. Të moshuarit që flen vonë kanë oreks më të madh, shtim në peshë, rrezik për obezitet, rrezik për diabet tip 2. 3-5 Serotonina dhe humori. Gjumi i hershëm rrit prodhimin e serotoninës ditën e nesërme, duke përmirësuar humorin, rritur motivimin, ulur depresionin, rritur stabilitetin emocional. 3-6 Përfundimi i arsyes 3. Balanca hormonale që arrihet duke fjetur para orës 22:00 ka efekte të jashtëzakonshme në shëndetin e trupit dhe të mendjes, ngadalëson plakjen dhe përmirëson mirëqenien ditore. 4 Një sistemi imunitar të njerëzit mbi 60 vjeç. Pas moshës 60 vjeç, imuniteti natyral dhe ai adaptiv fillojnë të bien në mënyrë të pashmangshme.
Ky fenomen njihet si imunosenescencë dhe shoqërohet me ulje të prodhimit të limfociteve T, dobësim të qelizave EK, natural killer, reduktim të makrofagëve aktivë, përgjigje më të dobët ndaj viruseve, shërim më të ngadaltë të plagëve, rikuperim më të zgjatur nga infeksionet. Njëkohësisht trupi të moshuarit vuan nga inflamacion kronik i gradës së ulët, i quajtur inflammaging, i cili lidhet me artritin, sëmundjet e zemrës, diabetin, DM, osteoporozën. Sipas literaturës biomjekësore, një nga faktorët më të fuqishëm që kontrollon inflamacionin dhe imunitetin është cilësia dhe koha e gjumit. 4. Dy ritmi i imunitetit dhe orët e natës. Sistemi imunitar është ritmik. Funksionon në cikle 24 orëshe. Prodhimi i citokinave mbrojtëse, si IL-2, IL-7, IL-15, rritet ndjeshëm gjatë orëve të para të gjumit të natës. Ky proces kulmon midis orës 22:00 dhe 02:00. Nëse gjumi fillon më vonë, citokinat mbrojtëse prodhohen më pak. Balanca imune prishen. Rritet inflamacioni. Ulen qelizat mbrojtëse. Imuniteti dobësohet në mënyrë kronike. Kjo është veçanërisht e rrezikshme për moshën 60. 4. 3. Melatonina si modulator imunitar. Melatonina nuk është vetëm hormon gjumi. Ajo ka rol imunitar të jashtëzakonshëm. Rrit aktivitetin e limfociteve T. Forcon qelizat e K. Ul stresin oksidativ. Balancon citokinat proinflamatore dhe antiinflamatore. Mbron ADN nga dëmtimet. Mund të ul rrezikun e çrregullimeve autoimune. Por melatonina fillon të sekretohet natyrshëm rreth orës 20:00-21:00 dhe arrin kulmin e saj fiziologjik rreth orës 22:00-23:30. Nëse personi nuk ka rënë në gjumë deri në atë orë, efekti imunitar është shumë më i dobët. 4. Gjumi i hershëm, më pak inflamacion. Studimet klinike tregojnë se personat që flen herët kanë nivele më të ulta të SRP, C-reaktive protein, kanë nivele më të ulta të IL-6 dhe TNF-alfa, kanë strese më të ulta oksidative, përjetojnë më pak dhimbje kronike, kanë më pak rrezik për artrit dhe sëmundje inflamatore. Kjo është sepse fazat e gjumit të thellë E3, të cilat ndodhin më së shumti në 2-3 orët e para të gjumit, janë të rëndësishme për rigjenerimin e indeve, shërimin e sistemit imunitar, uljen e temperaturës trupore, rikthimin e energjisë biologjike. Nëse gjumi fillon pas orës 23, këto faza reduktohen ndjeshëm. 4. 5. Roli i gjumit në mbrojtjen ndaj infeksioneve. Letra shkencore e Universitetit Johns Hopkins 2021 tregon se tek të moshuarit që flinin para orës 22:00 u vërejt 45 i më pak infeksione respiratore, 30 i më pak komplikacione nga gripi, 50 i më pak rrezik për shtrim në spital për shkak të infeksioneve bakteriale, ndërsa tek ata që flinin pas orës 23, 30 numrat ishin dukshëm më të lartë. 4-6 Përfundimi i arsyes 4. Gjumi i hershëm rrit ndjeshëm imunitetin, ul inflamacionin dhe mbron trupin e të moshuarve nga infeksione, sëmundje kronike dhe plagje për shpejtuar biologjike. Arsye 5. Shëndeti kardiovaskular dhe parandalimi i presionit të lartë të gjakut, rreth 1600-1700 fjalë 5. Një zemra dhe presioni i gjakut në ndikimin e ritmeve cirkadiane. Zemra nuk punon me intensitet të njëjtë gjatë gjithë ditës. Në mbrëmje dhe gjatë natës duhet të hyjë në fazë qetësimi, e cila përfshin ulje të rrahjeve të zemrës, ulje të presionit të gjakut, përmirësim të qarkullimit periferik, uljen e kortizolit, rritje të tonusit vagal parasimpatic. Ky proces fillon rreth orës 21:00, prandaj gjumi i hershëm përputhet me natyrën biologjike të zemrës. 5. 2 Rreziku i gjumit të vonë për zemrën. Nga studimet kardiologjike, personat që flen vonë tregojnë më pak ulje të presionit gjatë natës, non-dipers, rrezik të rritur për hipertension, puls më të lartë gjatë natës, variabilitet të dobët të rrahjeve të zemrës, inflamacion endotelial. Tek të moshuarit, ky efekt është edhe më i fortë për shkak të ngurtësimit të arterieve, uljes së elasticitetit vaskular, prirjes ndaj trombozës, ndjeshmërisë së lartë ndaj stresit. 5. 3 Melatonina dhe zemra.
Melatonina ka efekte kardiombrojtëse. Ul tensionin arterial. Mbron endoteliumin. Redukton radikalet e lira. Ul aktivitetin simpatik që rrit presionin. Përmirëson qarkullimin koronar. Por melatonina funksionon optimalisht vetëm nëse trupi është në gjumë brenda dritares 22. 000200. 5. 4 gjumi i hershëm stabilizon presionin e gjakut. Studimet britanike të vitit 2023 me mbi 88.000 pjesëmarrës treguan se persona që flinin para orës 22:00 kishin presion më stabil. Persona që flinin midis orës 22:00-23:00 kishin risk mesatar. Persona që flinin pas 23:00 kishin risk më të lartë për hipertension. Gjumi pas mesnatës tregonte rrezikun më të lartë për sulm në zemër. Kjo lidhe drejt për drejt me aktivizimin e parasimpatikut dhe ritmin cirkadian. 5. Gjumi dhe rreziku i aritmive. Mosha 60 është më e ndjeshme ndaj fibrilacionit atrial, aritmive ventrikulare, problemeve të përqimit elektrik. Gjumi i vonë rrit aktivitetin simpatik, destabilizon sistemin elektrik të zemrës. Rrit rrezikun e aritmive natën, ndërsa gjumi i hershëm ul këtë risk ndjeshëm. 5.6 Efekti në qarkullim dhe mikroqarkullim. Gjatë gjumit të hershëm aktivizohet dilatimi i arterieve periferike, qarkullimi i gjakut në tru, oksigjenimi i muskujve, furnizimi me nutrient i indeve. Të moshuarit kjo është kritike për parandalimin e marramendjeve, rritjen e qëndrueshmërisë, uljen e rrezikut të rënjeve, shëndetin e këmbëve dhe venave. 5.7 Përfundim i arsyes 5. Gjumi para orës 22:00 është një nga mënyrat më të fuqishme natyrale për të mbrojtur zemrën, për të ulur presionin e gjakut dhe për të parandaluar rrezikun e infarktit dhe aritmive të personat mbi 60 vjeç. Arsye 6. Shëndeti metabolik, pesha, diabeti dhe energjia e përditshme. Rreth 1600-1700 fjalë 6. Një plakja dhe metabolizmi. Pas moshës 60 vjeç. Metabolizmi ngadalsohet. Muskujt humbin mas, sarkopeni. Yndyra viscerale rritet. Insulina bëhet më pak efektive. Rreziku për diabet tip 2 rritet ndjeshëm. Një nga faktorët kryesor që ndikon në këtë është gjumi i vonë. 6. Roli i gjumit në ndjeshmërinë ndaj insulinës. Gjumi i hershëm rrit ndjeshmërinë insulinike, ul rezistencën ndaj insulinës, stabilizon nivelin e glukozës, redukton luhatjet e sheqerit. Studimet tregojnë se tek të moshuarit që flinin pas mesnatës, rezistenca ndaj insulinës rritej 40. Glukoza esëll ishte 20 i më e lartë. Rreziku për diabet ishte 2-3 herë më i madh. 6. 3 hormonet e urisë dhe pesha trupore. Leptina që ul oreksin dhe grelina që rrit oreksin luhaten në mënyrë cirkadiane. Kur flini vonë, bie leptina, rritet grelina, rritet dëshira për ushqim të dëmshëm, shtohet yndyra abdominale. Gjumi para orës 22:00 e stabilizon këtë sistem. 6. 4 Gjumi i hershëm dhe energjia e ditës. Personat që flen herët raportojnë më shumë vitalitet, më pak lodhje kronike, më pak përgjumje ditore, qartësi mendore të qëndrueshme, përmirësim të koordinimit motorik. Kjo është thelbësore për moshën 60, ku rreziku i rënjeve dhe aksidenteve rritet shumë nga lodhja dhe konfuzioni. 6.5 Efekti në tretje dhe metabolizmin e mëlçisë. Organet e tretjes kanë orën e tyre cirkadiane. Nëse fleni vonë, mëlçia nuk detoksifikon siç duhet. Pankreasi prodhon më shumë insulin gjatë natës. Rritet akumulimi i yndyrës. Trupi djeg më pak kalori në 24 orë. Gjumi i hershëm i rikthen këto procese në normalitet. 6. Qarkullimi mitokondrial. Gjatë gjumit të hershëm ndodh rikuperimi i mitokondrive, fabrikat energjetike të qelizave. Ky proces është thelbësor për të moshuarit. Rrit prodhimin e ATP. Ul lodhjen kronike. Mbron zemrën. Ul rrezikun e kancerit. Përmirëson fuqinë fizike. Mitokondrit riparohen kryesisht midis orës 22:00 dhe 02:00, prandaj koha e gjumit është kritike.
6-7 Përfundimi i arsyes 6. Gjumi para orës 22:00. Stabilizon sheqerin. Ul rrezikun e diabetit. Redukton peshën. Forcon metabolizmin. Rrit energjinë ditore. Mbron mëlçin dhe organet e tretjes. Arsyeja 4. Fjetja para orës 22:00 redukton inflamacionin sistemik, inflamacion, faktor kryesor i plakjes së përshpejtuar. 1. Inflamacioni kronik. Armiku i fshehtë i trupit të moshuar. Shkencërisht ai quhet inflamaging, inflamacion i butë, por i vazhdueshëm që rritet me moshën. Ky inflamacion lidhet me artritin, diabetin, hipertensionin, sëmundjet kardiake, sëmundjet neurodegenerative si Alzheimer, plakjen e lëkurës, dobësimin e muskujve, rënjen e energjisë. Gjatë gjumit të hershëm para 22:00, trupi hyn në fazat NREM të thella, ku aktivizohen mekanizmat anti-inflamator. Ulja e citokinave proinflamatore, IL-6-TE, rritja e hormonit të rritjes, GH, rigjenerimi qelizor, riparimi i adëns. Nëse flini pas orës 23:00, këto procese reduktohen deri 30-40 je. 2. Cikli inflamator është i lidhur direkt me ritmin cirkadian. Ritmi cirkadian përcakton kur lëshohet kortizoli, kur rritet melatonina, kur funksionon sistemi imunitar. Në moshën 60 vjeç, nivelet e melatoninës bien me 50 je. Kortizoli natën është më i lartë se te të rinjt. Sistemi imunitar zgjohet më ngadalë. Prandaj fjetja e hershme është mënyra e vetme për ta rimbyllur ciklin hormonal në oraret e duhura. Nëse shtriheni vonë, sistemi imunitar aktivizohet gabim, inflamacioni rritet. 3. Çfarë ndodh në trupin e një 60 vjeçari që fle herët? Rënje e shpejtë e kortizolit, pastërti më e mirë e sistemit limfatik dhe gjakut, rregullimi i presionit të gjakut gjatë natës, zvogëlimi i shpejtësisë së oksidimit qelizor, rritje e prodhimit të qelizave të imuniteti, reduktimi i simptomave të artritit në mëngjes. Përmirësimi i gjendjes së përgjithshme energjetike. 4. Studimet tregojnë se moshuar që flinin para orës 22:00 kishin 35 më pak rrezik për sëmundje inflamatore kronike, nivele më të ulta të SRP, shenje inflamacionit, më pak probleme në gjunjë, shpinë dhe kyçe. Në moshën 60, cilësia e gjumit vlen më shumë se sasia e tij. Arsyeja 5. Fjetja para orës 22:00 mbron trurin, kujtesën dhe zvogëlon rrezikun e demencës. Ky është një nga faktorët më të rëndësishëm dhe më të vështirë për të kuptuar. Një truri ka një sistem pastrimi të brendshëm, glymphatic system. Ky sistem punon vetëm në gjumë të thellë NREM, sidomos midis 21, 30, 23, 30. Që të moshuarit janë orët më efikase biologjikisht. Çfarë bën ky sistem? Pastron proteinat amyloid, ul ngarkesën neurotoksike, largon mbetjet qelizore, përmirëson qarkullimin cerebrospinal, rrit furnizimin me oksigjen të trurit. Kur flini vonë, sistemi glymphatic aktivizohet me fuqi të zvogëluar, pastron më pak. Trupi nuk hyn dot në fazën e rregullimit neurologjik. 2. Melatonina është antioksidues dhe neuroprotektive. Në moshën 60 vjeç, melatonina ulet në mënyrë drastike. Truri ka më pak mbrojtje nga radikalet e lira. Rritet rreziku i plaqueve në trup. Fjetja para 22:00 rrit prodhimin natyror të melatoninës. Ul stresin oksidativ. Mbron hipokampusin, organin e kujtesës. 3. Fjetja vonë ndikon në zonat e trurit që kontrollojnë të menduarit. Të moshuarit që flen pas orës 23:30 shkenca ka vërtetuar rënje më të shpejtë të kujtesës afat shkurtër, dobësim të funksioneve ekzekutive, vështirësi në përqendrim, rritje të rrezikut të demencës me 22-30 i. 4. Çfarë ndodh në tru kur flini herët? Pastrim më i thellë i lëndëve toksike, rivendosje më e shpejtë e sinapseve neuronale, stabilizimi i humorit, zbutje depresioni, forcimi kujtesës afat gjatë, qarkullim më i mirë i gjakut në trup. Arsyeja 6. Fjetja para orës 22:00 zgjat jetën duke ulur stresin oksidativ, përmirësuar qarkullimin dhe ngadalësuar plakjen.
Kjo është arsyeja përfundimtare dhe më e gjerë. Një stresi oksidativ, mekanizmi kryesor i degradimit qelizor. Në moshën 60 vjeç, mitokondrit prodhojnë më pak energji. Qelizat rigjenerohen më ngadalë. ADN-ja dëmtohet më lehtë. Ndodh rënje e kapacitetit antioksidues. Gjumi i hershëm, ul radikalet e lira, rigjeneron indet, zgjat jetën e qelizave, aktivizon enzimat antioksiduese natyrale. 2 zemra 60 punon më mirë nëse flini herët. Fjetja para 22:00 ul presionin sistolik dhe diastolik, stabilizon ritmin e zemrës, redukton ngurtësimin e arterieve, përmirëson elasticitetin vaskular. Mosha e zemrës HEART-AG bie deri në 3-5 vite me fjetjen e hershme. 3. Sistemi hormonal në 60 varet shumë nga ora e gjumit. Kur flini herët, kortizoli bie në nivel normal. Insulina stabilizohet. Trupi përdor më pak glukozë në mënyrë agresive. Ul rrezikun e diabetit të tipit 2 veçanërisht të moshës së tretë. 4. Lëkura në moshën 60 vjeç ka nevojë për rigjenerim të natës. Rigjenerimi më i mirë i lëkurës ndodh midis orës 21:00:00. Nëse flini vonë, kolagjeni prodhohet më pak. Rriten rrudhat. Lëkura duket më e lodhur. Pigmentimi shtohet. 5. Jetëgjatësia lidhet direkt me ritmin cirkadian. Studimet e gerontologjisë tregojnë se njerëzit 60-90 vjeç që flen para orës 22:00 kanë jetë më të gjatë me 6-8 vite mesatarisht. Më pak rrezik për goditje në tru. Më pak rrezik për sëmundje të zemrës. Qarkullim më të mirë. Sistem imunitar më të fortë. Përmbajtja finale e pjesës 3. Në këtë pjesë analizuan 3 faktorët më të rëndësishëm që ndikojnë në trupin e njeriut rreth moshës 60. 4. Reduktimi i inflamacionit sistemik. Fjetja para 22:00 ul inflamacionin, artritin, dhimbjet kronike, presionin e gjakut dhe rrezikun e sëmundjeve të moshuara. 5. Mbrojtja e trurit dhe kujtesës. Fjetja e hershme aktivizon sistemin limfatic, pastron trurin nga proteina toksike dhe ul rrezikun e demencës. 6. Ngadalësimi i procesit të plakjes dhe zgjatja e jetës. Nëpërmjet uljes së stresit oksidativ, stabilizimit hormonal, rregullimit të ritmit cirkadian, rigjenerimit të lëkurës dhe përmirësimit të qarkullimit,